Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Për cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Njeriu mendon se po lufton për diçka shumë fisnike, ndërkohë që është bërë një ushtar në një betejë që faktikisht nuk është më e tij. Ashtu si Fabrice Del Dongo. Ai hyn në fushën e betejës i tërhequr nga magneti i një ëndre fisnike dhe dal nga dal rrezikon të zbuloj shumë vonë se beteja ku përfshi nuk ishte ajo që kishte besuar. Dhe mësimi i Fabrice Del Dongos nuk është të heqësh dorë nga ëndrat, nuk është të heqësh dorë nga dëshira fisnike që të jesh një ushtar i natyrës, që të jesh një vullnetar në mbrojtje të biodiversitetit, që të jesh një zë, një aktivist në kërkim të një harmonie sa më perfekte mes natyrës dhe zhvillimit. Përkundrazi, është të mos lejosh që ëndra të bëhet më e fortë se e vërteta. Dhe që duke u bërë fanatik të rrëzosh mundësinë e bashkëpunimit me faktet dhe me të tjerë që ti nuk do ta shohësh se mendojnë si ti, duan të njëjtën gjë që do ti. Flamingot nuk kanë nevojë për turma të rrëmbyra nga histeria e algoritmit dhe të nxitura nga interesa të tjera që nuk janë fare interesat tona, nuk janë fare interesat e Shqipërisë, në një betejë të globalizuar, jo se bota papritur u zgjua e alarmuar për fatin e flamingove, por se bota spostoi në nart një betejë të madhe kundër presidentin e Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën, dhe gjithë kjo urrëtie dhe ky mllef dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, arsye që s'na interesojnë, krijoi kushtet që të hapet një kanal një revolucioni imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike apo për partiçkat e tyre të reja që u bën shumë shpejt vjetra, të vogla që duhen të rriten duke hedhur gur, duke fshehur duar, duke nxjerrë një dorë, duke mbuluar një dorë tjetër. Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvërnecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit, për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë asnjë vlerë. Dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer. Dhe jo për ta rrëzuar, ndërkohë që ai është në lindje sipër. Besoj që ky shënim ose më saktë kjo hyrje në këtë blok shënimesh është e mjaftueshme për ta quajtur bllokun të mbyllur për sot. Sepse çdo gjë tjetër e keni mësuar nga burimet e tjera të lajmeve nëse keni mësuar, por edhe në mos e paçi mësuar akoma, është më pak e rëndësishme se sa prezantimi me Fabrice Del Dongo.